Kryetari i PDK-s në Skenderaj, Bevaqica dihet në Prishtinë, e djegën Bedri Hamzën. Nëse këto kanë djegë edhe përpara, po që tash e kanë djegë mirë. Sot, normalisht, u dosh me konte presidentja edhe ish kandidati për kryeministër Bedri Hamza me shku te presidentja, se normal është që është kandidat aty. Po jo, nuk e lojnë ato. E këshin që memlin, thash, qërë bre, shka bojnë këta të PDK-s. O, burë, ka është punë më shliru në herë për juve, burë. Kë kini prunë gjendin qështu me ra 20%, edhe me folë ta mërmene që i kini fitu 80%, a 90%. Kure qësha Memli Krasniqin sot të folë, tha shao, koko, nona jam, kë farë njeri, kë me siguri ka fitu 70, 80, 90%. O Albin, mos në shop pa këty në hojnave. O edhe 20 vjetë pa qeveri, ti ashtu kështu kryeministër je, në detyrë. Mos në shop pa. Mos i afro as më mgu mu, as koalicion, nuk i marrë. As LDK-n, as PDK-n. A pet në zjedhe i kisha që. Edhe shumë letë e kimi që në zjedhe. Ves në raje kandidatën, ata ta votojnë, mos e banë qeverien ti, lejava tyne që pëthojnë na bona, ne ta bojnë ata, po ata s'mujnë me bon, se janë hajna, nuk mujnë me bon. Edhe për 40 ditë veni do të me shku pa tjetër në zjedhe. Nuk ka rrugë tjetër. Unë me konë vend tonën që shtu e kësha bon. I kësha shti ata me votu, me bon kryetarin e parlamentit, edhe afati 15 ditë, ti s'munësh me bon qeverien vetë, e provojnë ata 15 ditë tjera, dhe s'kan qare pa shku në zjedhe tjera. Ti do të gjithë qysh Albin me shku për mi 50%. Mos milion ata hojna, ata hajduka me orë në qeveri. Kur? Ata veç milion që ashtu në opozit deri sot të lindë një opozit korekte dhe mirë mas këty në hojnave. Sa ata për opozit nuk e kanë venin. Ata janë hojna mas vetë. Mas vetë qëfar hojna janë ata. Ata dhevi nërkom të vjedhin. Qysh e kanë vjedhin. E për që ata mos në Chopin, mos të anin shumicën e popullit e ki me veti që të besojnë edhe të votojnë, për ata mos e ki fardert. Popullin e ki me veti kryesore është që populli nuk ka ndryshu kur gjo heq për zgjedhjet të kalumë, veç ka janë rrit votat, se nuk janë paku as një heq. Mos se tot për atë punë, ata në të lehin, sa dojnë, ama ti ecë për para, ti veç gra i puna, qyshe të gra, mos unal, qenë zgjedhje edhe njëherë, ta provojmë me shku për mi 50-55%, e t'i lojmë me ata farë. Shka me thonë, gubana, milion, prap milion në opozit, edhe me i dëmtu, që mos me mujtë me shku ata për mi 2-13 deputet. A kënë me qitë krejt në penzion, nismën edhe ata në penzion se janë vjetru, i këshum qunë malë që atje dikun, i këshum lanë me nëj farmolin bjesh strelë që atje naltë, se kanë qef me najtë në përmole, edhe shteti këshes për para. Për nëryshe, me bo me ardhë që ta, hajnat e njajtë, me bo me ardhë në qeveri. O, kur të bohën 2 vjetë, kanë me tasit kofinin fush Kosovë Kamaran pej, ajo via e rrugës që është autostradës, që atje kanë me ta prun kofinin ta. Po, mos gabo milion këta, mos në Chopin se këta janë hojna. Heq, o zgjedhe 100 herë në shkojnë, 100 herë kena me shku, 100 herë kena me votu. Po ata milion me bon qeveri jo. Vesh për para Albin, ishtë mos tanin shumicën e ki me veti, edhe vesh graj puna. Ishtë mos tanin as për gjëkat, as për presidente, as për Evropë, as për Rusi, as për Amerika, as për kërkan, popullin e kiti për mas. Vesh mos vjedh, vesh mos u ban hajnë qysh janë ata tjertë. Popullin e ki për mas.
momentin që ki bon shhajnë cukur ata, atëherë edhe populli normal që nuk janë më me ty. Derisa nuk vjedh, edhe punon, munohesh me punu, se këta aslon me punu këta pisa, ti shumicën e ki mrapa, nuk nëshojmë na. Heq mos tanin, veç që nra i fort edhe veç për para hec.